Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 8. Data 8, një ditë mjaft pozitive, me ndryshime, me vendime shumë të rëndësishme, për sa i përket punës, për sa i përket takimeve të papritura, se ndodhin shumë gjëra në një farë kohe, por meqense pikërisht kjo ditë, që do të thotë me fillimin e javës, një javë të mbarë, ditë të mbarë ju urojmë dhe ka për qenë, sepse shumë gjëra do të ndodhin, shumë gjëra do të ndikojnë dhe do të resetojnë në jetën tuaj dhe ka një mundësi shumë të mirë për sa i përket të punës, për sa i përket karrierës. Me karrierën në fakt e keni mundësinë juve dhe është një nga mundësitë më të arta. Pikërisht kjo datë është datë shumë e mirë sepse fillon në javën me pluse, po ku ka të mirë? Nga vjen e mira vjen në çështjet e punës dhe bisedimet që do të gjeni zgjidhje shumë të fituar. Dalin shenja siç janë dashi, që është bricjapi, siç janë peshqit, ku ka një mundësi plus në lidhje me çdo gjë që ata kërkojnë në ekonomi, në punë, dashuri, në bashkim familjar, dokumentacione, kurse shenjat e ajrit janë pak më të ndrydhura për arsye sepse janë në një dilemë se duan të marrin një punë shumë të rëndësishme, një punë të madhe, do thosha unë, por e marrin duan të tjerë të e realizojnë në kohë, realizojnë mundësinë dhe periudhën që ndodhin fenomene të ndryshme, duke pasur parasysh edhe anën ekonomike financiare, por edhe dhe biznesin që kanë një farë mënyre ndryshime, mundësi dhe kohën e ardhshme, nëse do ta marrim këtë, është periudha dhe ndryshimi më i madh që ka të bëjë. Meqense disa mundësi të arta vinë drejt jush, për arsye pune, për arsye karriere, për arsye ndryshimesh, po ndryshimesh të mëdha që do të keni tani tutje, është edhe periudha që do thotë ndikim, do thotë stabilizim, sepse stabilizon ekonominë, stabilizon punën dhe jo vetëm. Megjithatë, është koha dhe momenti i duhur për gjëra të mëdha që do të keni ekonomike dhe çështje të madhore, por gjithashtu ka të bëjnë edhe me një trekëndësh shumë i rëndësishëm që lidhet me punën aktuale, lidhet edhe me një çështje biznesi që do të bëj, ka të bërë Marsi me Saturnin që është mësuesi i universit, na ndihmon shumë për zgjidhur çështje problematike dhe kjo fillim javë është mjaft e mirë. Unë ju uroj javë të mbarë, ditë të mbarë në çdo aspekt dhe ka për qenë për shumë arsye, sepse po keni vuajtur tani fillojnë gjërat të jenë më mirë dhe më të pastra në atë çka kërkojmë dhe duam. Por nëse doni të bëni parashkime ose doni parashkime private, gjithmonë kemi atë astrolog.al, faqen e rosët, si keni shkuar atje pastaj mund dërgoni një email dhe të merrni parashkime të detajuara për gjithçka juve intereson. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e ndryshimeve, me shenjën e mundësive të arta që do të thotë shenja e dashit. Por në çështën e dashit të duket se koha ka provuar dhe provon që keni mundësinë një ditë të mbarë, javë të mbarë ju uroj dhe ka për qenë në shumë aspekte, sepse keni një periudhë që vërtet me lodhje të tejskashme që keni pasur lodhje shumë të mëdha, por kjo lodhje ka për t'ja vritur sepse duke filluar nga dita e sotme, pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme mbi bisedimet, çështjet e rëndësishme, kjo ditë e hënë do mbahet mend për rregulla, gjëra, mundësira ekonomike, çështje që janë të ndryshme nga më delikatet janë më të mirat për të realizuar në lidhje me punën që keni ose me diçka tjetër që është shumë pozitive dhe tepër ideale në vazhdimsi. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore për juve të kësaj shenje, duket se me dash, me virgjëresh ka diçka shumë interesante, kurse një dashuri e palëkundur është me bricjap të diçit të parë. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e demit. Por juve të shenjës së demit, nëse keni pasur probleme nga më të ndryshme, për shembull, probleme me ligjen, probleme me punën, probleme me karrierën, kjo është diçka tjetër, sepse juve nisni një diçka të re dhe demi gjithmonë është një hap para. Një javë të mbarë ju uroj. Ndikimet që kanë bëjnë pikërisht tani, paraditja është mjaft e mirë për nisma të reja, bisedime të reja që keni të bëni me bisedime me persona të rëndësishëm, udhëtimet me jashtë, po ka të bëjnë shumë dhe është një mundësi shumë e mirë tani ku do t'i zgjidhni gjërat ku dëshironi juve dhe është një mundësi tepër e mirë e mbarë në ekonomi, e mbarë në vazhdimsi, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Demt e diçit parë, me Ujorët e diçit tretë dhe me Akrep është diçka shumë pozitive. Me kjo se Akrepët keni përballë xhanëm ju, edhe keni dhe mundësinë për zgjidhur çështje problematike. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë binjakët. Çfarë ndodh me binjakët?
ku duhet të keni kujdes me binjakët, sepse binjakët duket se kanë të bëjnë me ekonominë, kanë të bëjnë me vazhdimsinë dhe është një mundësi tani, është një mundësi e artë për punën dhe për karrierën. Binjakët dashur, kjo javë, fillim javë është mjaft e mirë, mbarësi ju uroj, dhe ka përqend sepse do të zgjidhni probleme të pazgjidhshme, do zgjidhni disa çështje të rëna pezull, disa çështje që vërtet është tani koha dhe momenti i duhur për gjëra që do të ndikojnë, për gjëra që do të rregulloni në anën tuaj. Por megjithatë, ajo çka është më së sigurt është mundësia, koha dhe periudha që ndodhin fenomenet. Pikërisht tani, sepse është tani koha, është tani janë gjëra që do të rregulloni, do të stabilizoni në detaje. Po, në detaje. Është një çështje shumë e mirë financiare, si lidhet shumë me financat, por në anën tjetër keni edhe mundësinë e artë për të ndryshuar gjëra të pandryshueshme edhe në anën ekonomike financiare. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me pritësjapët e dishit parë, me luanët e dishit të tretë, duket se keni një mundësi mjaft pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Meqense gaforët duket se tani për tani kanë disa mundësi që mund të zgjidhin çështje problematike, mund të zgjidhin gjëra që duan ata, por një mundësi e artë është ekonomia dhe stabilizimi i saj, duke pasur parasysh një nga mundësitë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi është mundësia shumë e mirë tani i gjërave të mëdha, çështjeve financiare, sepse është koha, është edhe momenti. Prandaj duhet pasur pak vëmendje dhe kujdes për zgjidhur çështje problematike. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëmtë e dishit parë, me ujorët e dishit të tretë, ka të bëjnë shumë me zhvillime dhe ndryshime shumë të mëdha në këtë aspekt. Megjithatë, është edhe koha ndryshimit të madh që do të keni, mundësia që do t'ju vijë tani atutje, e keni një periudhë shumë të mirë, keni edhe një mundësi shumë ideale për të zgjidhur çështje problematike. Në disa çështje udhëtimesh, do bëni pak kujdes si çështje gafore, sepse ndryshe mendoni, ndryshe gjykoni, jo për fajin tuaj, por për fajin të kohës dhe të ndryshimeve që vijnë. Por në fushën e dashurisë ka diçka shumë të madhe, sepse është bashkim familjar me peshore të dhjetëdijit të dytë. Vjen tek shenja e radhës, që do thotë luani. Për sa përket luanëve duket se sado që gjërat janë pozitive në anën tuaj, i keni gjitha mundësi tani e tutje, ku çdo gjë duket, çdo gjë rregullohet dhe mundësi që do të keni tani e tutje janë shumë pozitive dhe janë mjaft ndikuese në anën tuaj, në lidhje me punën, në lidhje me takimet dhe bisedimet që do të bëhen. Por mos u shqetësoni fare, sepse kjo periudhë është periudha juaj në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimet të mëdha që do të keni, por gjithashtu edhe një ndryshim shumë i madh vjen në anën tuaj për pozicionimin e planeteve që do t'ju ndihmojnë në takime dhe bisedime. Kurse në lidhje me udhëtimet, janë udhëtime pune që mund të bëhet sot, e gjithë dita është në favorin tuaj. Mos u mërzisni fare, sepse është dhe koha mjaft pozitive. Në dashuri duket se me luan peshore ka diçka shumë të mirë dhe me dashtë dhe dishit të dytë është perfekte. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Me virgjëreshat është parë dhe duket në pamjet parë keni mundësinë dhe periudhën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, për të bërë zgjedhjen e duhur në gjëra që keni pasur dhe doni, sepse është një mundësi shumë e mirë tani, është një mundësi që korrigjon, rregullon, stabilizon, mundson gjëra të mëdha në këtë fushë dhe jo se keni pasur një problem ose keni pasur diçka mjaft të rëndësishme tani për tani, por do të gjini disa zgjidhje në lidhje me punën tuaj, në lidhje me një nga vendimet më të rëndësishme që mund të merrni dhe kohën më e mirë e mundshme, që është tani atutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe dishit parë, është diçka shumë pozitive, lidhje me dishin e tretë është koha e duhur për zgjidhur çështjet problematike. Në dashuri, duket se ka diçka shumë të mirë për ju të virgjëreshës, sepse është koha më e mirë e mundshme për zgjidhur një problem që keni pasur para disa kohëve, sidomos me ujorët e dishit parë dhe me dëmtë dhe dishit të tretë. Vijmë tek shenja e radhës, ne shkojmë tek shenja e peshores. Për sa përket peshoreve, peshorët duket se tani për tani kanë një mundësi shumë të mirë mbi ndryshimet, mbi takimet, mbi bisedimet që do të bëhen. Të gjitha këto janë pjesë plotësuese të gjërave të mëdha që do të keni, por dhe një nga anët më pozitive, nga anët më të mira të mundshme, që do të thotë ekonomi, do të thotë stabilizim, do të thotë ndryshim për gjëra që do të keni, por dhe një mundësi shumë e mirë që janë në fushën e karrierës, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe dishit parë, me ujorët dhe dishit tretë që është perfektja, por një gjë është e sigurt se me shigjetar është ndikimi më i mirë i mundshëm për i qenë ndonjëherë
në këto fusha, por dhe ndikimet e tjera që do vazhdojnë të kenë dhe mundësitë e arta që do të vinë drejt jush. Një nga ndikimet më të mirë të peshores, një problem që keni pasur, një ndarje, ose keni pasur bashkëjetesë për shembull, me ujor, do të rregulloni tani e tutje. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë akripi. Për akripet, në fakt, akripët në këtë fillim javë, sidomos sot, kanë ndikime shumë të mira, sepse do bisedojnë disa gjëra që lënë pas dore. Kjo bëhet në pasuri paluçën, me kadastrën, diçka e tillë do ndodhi, sepse kanë edhe mundësinë duke pasur parasysh Plutoni. Plutoni jep mundësinë me Saturnin ku jep drejtësinë. Njëri ka mundësinë edhe kohën, kurse drejtësinë që jep Saturni u jep mundësinë për të zgjidhur çdo lloj problemi që keni pasur në të kaluarën, që e zgjidhni pikërisht tani, është momenti më i mirë i mundshëm dhe tepër pozitiv. Kështu që nuk ka vend për të qetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Në fushën e dashurisë, duket se tani për tani keni gjitha mundësitë për zgjidhur çdo lloj problemi që keni pasur, ose çdo lloj gjëje që ju keni, është momenti i duhur për kohën dhe mundësinë e artë që keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dëm të diçit parë dhe me ujor të diçit të tretë, është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë shigjetari. Shigjetarët duket se tani për tani e kanë pasur një mundësi të artë për të gjetur zgjidhje në problematika të ndryshme, për të gjetur zgjidhje në anën e financave të biznesit, një çështje pozitive në lidhje me punën, lidhje me biznesin, lidhje me karrierën, lidhje me çështje më të ndryshme që janë ndonjëherë, është një nga momentet më të mira të mundshme dhe periudha që ndodhin fenomenet, periudha që keni bëni me anën e biznesit dhe të karrierës, ku është një nga mundësitë më të mira, sepse duke pasur parasysh e zgjidhni një problem. Shigjetarët nga ana tjetër kanë mundësinë dhe kohën e duhur për sa i përket anës ekonomike, për sa i përket financave dhe gjërave të tjera që do të diktojnë, do të ndikojnë në këtë fushë. Anën tjetër, edhe pse një udhëtim i papritur mund të ndikojë në anën tuaj. Një lidhje problematike që kemi pasur ka qenë me peshk. Nëse juve zgjidhni pikërisht sot, sepse është fillim javë dhe një mbarësi që ka të bëjnë tani, është momenti juaj. Në çështjet lidhje me anën shpirtërore, lidhje që të palidhur ose kanë diçka tjetër që mund të nisni diçka juve të kësaj shenje, është momenti më i mirë i mundshëm tani që është me virgjëresht edhe diçit parë. Shkoj tek shenja e radhës, që do thotë bricjapi. Për bricjapët duket se edhe pse kanë pasur probleme të pazgjidhshme për ekonominë, për punën, për karrierën, për ndryshimet. Po ndryshimet janë edhe vetvetihu, sepse juve edhe pse i nisni gjërat siç i doni, edhe pse keni pasur probleme të mbartura më përpara, për shembull, doni do t'i rregulloni gjërat në kohën e duhur, por është një mundësi tani, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv, se juve keni mundësinë e rregullimeve, të stabilizimeve, të punës dhe të konkretizimeve. Gjithmonë keni një hap parë se çfarë do të bën, gjithmonë keni mundësitë për të bërë zgjidhjen e duhur në ekonomi dhe mbi stabilizimet e tjera. Çështjet ekonomike, financat, karriera dhe ana tjetër pozitive që do të keni, sepse bricjapët dinë shumë mirë çfarë do të bëjnë dhe ku do të shkojnë. Keni kohën dhe një firmosje kontrate që do bëni sot në orën 10, keni ndikime fantastike, në orën 2, në orën 14. Është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në zhvillime dhe ndryshime. Dashuria duket se keni pasur disa gjëra problematike me Luanin ose me Gaforen, por e keni zgjidhur. Tani keni të bëni shumë me Gaforen do keni mundësinë për zgjidhur disa gjëra të pazgjidhshme më parë dhe është momenti juaj, koha juaj më e mirë e mundshme e që ndonjëherë, sepse gjërat i zgjidhni në mënyrë të papritur dhe kjo është një moment shumë ideal dhe tepër pozitiv mbi çështjet të zgjidhni problematika të ndryshme që do të keni në këtë aspekt. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Ujorët duket se kanë disa çështje ndikuese dhe mundësi shumë të mira për ekonominë, për punën, për ndryshimin, mundësitë e artë që keni tani e tutje, bini pas, sepse është koha juaj, sidomos mbasditja në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me shigjetarët e diçit parë, me peshorët e diçit dytë, është diçka shumë pozitive dhe tepër ideale në këtë aspekt. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqive. Për sa përket peshqive, peshqit duket se tani për tani, jo se kanë pasur probleme, jo se kanë pasur disa gjëra që me mënyrën ose kohën e duhur që kanë ata, por është momenti më i mirë i mundshëm për zgjidhur çështje problematike, për zgjidhur gjëra që doni,
përzgjedhur çështjet e mundësisë, mundësitë e arta mund të keni nga çdo gjë ju, por ndryshe e thoni, ndryshe gjykoni në një farë mënyre, por momentet që janë tani është koha mjaft e mirë në lidhje me vendimet dhe ndryshimet e mëdha që do të keni tani tutje. Është një moment kritik, një moment fantastik për ekonominë dhe për stabilizimin dhe një ndryshim shumë i madh që do të keni në këtë drejtim. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashët e vitit parë, me ujorët e vitit tret, është koha dhe momenti më i mirë, më i artë i qenë ndonjëherë në këtë aspekt. Kurse në një ndarje që keni pasur me një person shumë të rëndësishëm, mos e lini pas dore sepse do të bashkoheni përsëri. Dhe shikoni sepse ka diçka shumë madhe. Këto ishin pak a shumë përsa i përket pikërisht datës 8 qershor, ditë e hanë. Unë ju uroj një ditë të mbarë. Përpara se të ndajmë bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për bashkimet të detajuara, kemi astrolog.pikal, atje mund zgjidhni një paketë dhe më pas mund të shkoni në sekretaria, mund të dërgoni një email dhe të merrni përgjigjen të flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Nga unë Rupulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.